Po për fëmijët, çfarë pasojash ka propaganda për barazi gjinore? Po unë përmend disa fakte të thjeshta. Më herët, njerëzit kanë jetuar në kushte më të vështira ekonomike, realisht, para disa dekadash. Mirë po ndodhte që një çift kishte dy prindër kishin 10 fëmijë. Të gjithë fëmijët suksesshëm, bujar, trima, mikpritës, punëtor, të saktë, sillin dobi për shoqërinë, për familjen, fisin, gjithë, krejt fëmijët. Kurse ngon ndonjë një çift ka çifte që nuk duan fëmijë. Ka që bëjnë vetëm një fëmijë, ka që bëjnë 2 fëmijë. Ata që bëjnë 2 fëmijë, ka për tyre që dështojnë edukimin e 2 fëmijëve. 2 fëmijë mund të jenë intelektualë dhe dështojnë edukimin e tyre. Bëhen fëmijët, vajza mund bëhet prostitut, mund bëhet imorale, mund bëhet një narkomane, një duhanxhije, djali mund bëhet, domethënë, drogaxhi, mund bëhet me vese, mund bëj krime. Pra, në familjet e dikushme para disa dekadash, ku respektohej burri, ku respektoheshin ca norma, të gjithë fëmijët dilën të saktë. Kurse sot, prindër intelektual dështojnë edukimin e fëmijëve. Një pjesë e madhe e fëmijëve merren me drogë, kanë vese, kanë probleme, bëjnë krime. Dhe ka prindër që kanë frikë, thotë si do e bëjmë me fëmijët. Sistemi mbrapa, është ky sistemi që ngrej me të madhe çështjen e barazisë gjinore. Pra i bëj, ky është sistemi. Prindër që po t'i pyesësh sot thonë kemi frikë për fëmijën, kanë frikë se fëmia do marr vese. Do vinë fëmia me drogë, me duhan, me vese të ulta, do mësoj krimin. Do bëhet i dhunshëm familje. Djali ose vajza. Kanë frikë se vajza do bëhet një lesbike, kanë frikë se djali do bëhet një homoseksual. Do bëhet njëri me vese. Ka prindër që e kanë këtë frikë sot, e kanë këtë shqetësim në shoqërinë tonë. Dhe këto na erdhën nga ato shoqëri që e ngrej me të madhe barazinë gjinore. Ky është një fakt. Fakti tjetër, që kjo ndëm fëmijëve, sepse nëna nuk do jetë në familje, në shtëpi. Do punoj 10 orë, 8 orë deri 10 orë jashtë familjes. Atë kush do merret me fëmijët? Kush do i ushqejmë dhe mshurime, mëshirë? Një fakt tjetër, në shoqëritë ku ngrihen me të madhe çështje të tilla, gjysma e fëmijëve lindin nga marrëdhënie të paligjshme seksuale. Pra nuk kanë rënj. Nuk u njihet babaja atyre. Dhe pastaj, domethënë, do marrin problematikën se kush do kujtë këta fëmijë, si do strehohen këta fëmijë, kush do merret me edukimin e tyre, këto janë probleme të mëdha. Edhe pastaj janë në rritje problemet psikike, problemet, domethënë, gjendje depresive, fëmijë që mendojnë për vetvrasje, Allahu na ruaj. Statistikat, shifrat tregojnë domethënë që janë në rritje në disa shoqëri. Probleme morale, vese, krim në rritje, dhunë. Më kanë thënë që në disa vende perëndimore çështja e krimit është më e rëndë se në Shqipëri. Allahu na ruaj. Megjithëse ato e ngrenë veten si vende të qytetëruara, civilizuara, femrat e emancipuara kështu me radhë, ka orë, domethënë, të ditës së natës ku ata kanë frikë të lëvizin nëpër rrugë. Shkak se krimi, dhuna, droga, veset janë rritje. Allahu i lartësuar na ruaj. Kështu që po e psojnë, ky sistem është i dëmshëm edhe për fëmijët.